Kryetari i shoqatës transportit ndër qytetet së Shqipërisë. Keni ardhur sot në Qendrën e Bashkisë Florës. Patjetër. Qëllimi i kësaj ardhje çfarë keni kërkuar sot? Ne kemi ardhur për një mori i punësh, apo kupton, po që kemi kryesore, kërkojmë të vendosin nga aty ku është, qendra e autobusit, më na çumë në një vend tjetër. Unë nuk e di, se s'kan thonë këta nuk e di, po. Plus i kemi edhe probleme tjera. Kemi transportin e palishëm, kemi Alemet Vlora, një qytet shumë i bukur në Shqipëri, mos ketë një terminal, vinë turistët e huaj, vinë nga gjithë bota, vinë, nuk e di çfarë them, mund duket absurde, Vlora ka terminal Kuçova, ka terminal Berati, ka terminal rrethet më të vogla, mos ketë Vlora një terminal, kjo është nuk e di, nuk e perceptoj dot, a kupton? Keni ardhur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kërkuar takim, keni kërkuar më herët takim, çfarë ju tha? Tashi ne të kërkuam, ty nga mërën të referoja këto kërkesat, a kupton? Na njoftu një 2 antarë të Këshillit Bashkiak, edhe tha do ta ngjem ne. Aja kryetaria nuk më dëgjoi në fakt. Era parë thash na desh më nda përcjell, më na çuke kryetari i bashkisë. Mirë po njoft legislacionin se kam qenë edhe drejtor policie. Kupton? Unë vendos me taku kryetarin e Këshillit Bashkiak, se ky është organi ekzekutiv. Ka do ta ngjem votën për çdo lloj gjëje, për buxhete, për transporte, për tregtie, për taksa, për tatime, gjithë. A më kupton? Atë që ne do ta takojmë se s'ban, me dashje, pa dashje, këtë do ta takojmë se s'ban. Ai do presin deri për fundin e mbledhjes? Do presin deri marrë buxheti, a më kupton? Se edhe ne e kuptojmë, aq mani kena kupton fjalën. Buxheti më kryesore. Marrë buxheti më sa të hyjmë ne. Do hyjmë se s'ban. U ko marrë nga Tirana këtu. U ma kollaj shkoj takoj ministrin në Tiranë, ministër, se sa më taku këtu, kjo është jahudi, thonë në Marbura, më kupton? Bot Vlora e tillë unë s'kam pa një herë. Shpëtim Vriani, kryetari i shoqatës transportit udhëtarëve ndër qytetet e Shqipërisë.